10.000 po. 10.000 veç për Bajram. Ja për Bajram morim më shër. Ka sa kemi shit delet? Por në 200 s'ko. 200 në 400, 450. Kerajt 150.000 po. Po përfitime 2 rruga i siguroj me qëty. Po 2 rruga ka 1.000. 2 rruga ka 1.000 për vjemre në mujtë me nxjerë 2.000 €. Çka të duhet ty Zvicra e Gjermania kur e ki 2.000 € mujën këto? Po fillimet gjithë shtira, s'kina pos këtë numër, kina pos pak, Sa i keni pas? kina pos 20. Tash? Tash janë 700. Përshëndetje për krejt miqëmije dhe sot nga unë Eliona. Jemi sot në fshatin Busi, jemi arë tek një fermer Ajet Gashi, i cili është fermer i 700 deleve. Hajde një bashkë me mu që ta dëgjojmë rrëfimin e tij. Ajet, përshëndetje. Përshëndetje. Qysh po kaloni? Mirë shumë. Tregona pak qysh po jetoni këtu në katon, në fshatin Busi. Po si në katon, mirë jetojmë, me shtë dele kujdes me 2 veta i. Jeni 2 veta që kujdesin për këtu. Sa del me i keni? Kina pos për mi 700, 700 me 700, 790. Sa që keni 700, po sa duhet me u mirë mbajt këtu, më thona, më në me ja dal. Po mujna, mos i na 2 vetë mujnë. Kush është personi i dy që kujdesni për to? Vllovit jetë. Ti me vllahun tënd. Sa është pak punë e rëndë kjo me punu me fermë? Po e rona shumë, se këtu kanë dënë kujdes shumë. Qysh shkon puna në fshat? Në fshatë mirë me jetu, kush dhe me jetu mirë është. Po ata që zdojnë me jetu? Ata ai që s'do me jetu në fshat, ai se dhe na zvejt. Pse po menon që po dalin njerëzit prej fshatit? Për kushte mas mira, begi, fushkosu. A i prita që një jetë me e mirë apo jo? Ja, ti me kje që është. E të regojmë këtu në fshat ti që mirësh me firmën tone. Sa ki përfitime? Po përfitime 2 rruga i siguroj me qëty. Ka 1.000 që të mirë. 1.000 € mujnë e nëzjarë me dele. Po 2 rruga ka 1.000 që të. Jo më shumë. I qëpa, 2 rruga ka 1.000 € për vjemre në mujtë me nëzjarë 2.000 €. Qka të duhet ty me dalë në qytet me jetu? Jo së më do të kërgjonë, shkaj, Romë, në gjishti, s'kaj. Për qka dalë për shti, për shama? Vesh me nërejshtë letrat për subvencive në përgjitit. A sa keni ndihma prej komunës këto me punu me... Po komunas ne ep ka 5 eras. E ministria ne ep ka 25 shtu. Po shohim që e ki edhe një afërsi të mirë bashkë me qenë. Unë e pak i tutna, po nashta nuk e ka njerë më afru të one. Këta e në të lësh kanë marak me luqë shtu. Ka vetë mu i kanë stash. A jetë të regon pak prej që sa kohë mirë është me firmë? Po, la nona më ka maru të ty. Orda? Nona më ka maru të ty. Pej zvogëlije me ty. Të më shtogës. Do me thamë prej vogël? Pej 5 vjetë që në. 4 vjetë, 5 vjetë i moj me babjushi ka pos, bomba. Tash na djelë për vazhdi. Ju për vazhdani. A ka me vazhdu edhe fëmijët e ju? Po, Qa me ndonë? ta këshyrim tash të. Tregon pak qysh është jeta në katon këto me u marrë me dele, mos me konë qytet, qysh është qetësia që do fshati kështu. Tregon pak qa me ndonë për njerëzit për shembull që e lëshojnë katunin edhe dalin me jetu në qytet. Pse po dalin, ose qa kishin mujt ata me punu në katon për mos me dalë në qytet? Po, për mos me dalë qytet do të veç me bujqësim. Ata bujqësim nuk përdojnë, po hiken me katunë. Shkojmë Prishtinë, Fushkosi. E që shu kam fillimi jotë për me fillu me firme, e bakshë me dele? Po fillimet gjithë shtira, s'kina pos këtë numër, kina pos pak, Sa i keni pas? kina pos 20. Tash? Tash janë 700. Do të thamë prej 20 keni dalë në 700. Kina pos ma shumë, po do të mi shi. Pse po duhet mi shit? Po do të ashtë mi zvoglu pak, për kurbona do të mi shi. Tregom tash se e kena fesën e Bajramit ofër. Ka sa kemi shit delet? Por në 200 s'ko, 200 në 400, 450. E çka dallojnë për shembull? Po dalën më është edhe mallësia. A i zgjedhë njerëzit vetë kur të vinë kështu me i ble? A ju ja preferani na? Ja, do të mi zgjidhë vetë edhe me kon prezent atë kur të prej në krej. Pa kon ata prezent, na nuk i prej. Do me thonë shumë ma madhe deri në 400 euro shkon. 450. Ko në një temp, një 3 kotër janë ka 500.
Ja, po sheka kjo edhe deri në 600, 700. Tregon pak, sa keni shiti deri tashmë se veç jena për festën e Bajramit afër. Tregon sa keni shit. Ja 50 cu po. Do më thoni keni pas rreth 750. Po, jenë komsh. Tash veç i kanë sheju dhe do i kanë morë, do i kanë lënë këtë. 50 i ke shit. Tregom sa pare kanë bë këto krejt 50 copa. Se kom llogarit veç 10.000 euro po. 10.000 euro veç për Bajram. Ja për Bajram morën më shumë. Oh. E tani e kanë. E tregon pak sa është e rrezikshme Milan për shembull këtu vet, a vjen dikush. Ja vetë nuk bë milon se i vjellën, i hauke, qetë, nda cak i honi mysin. A keni ndaj vend ju, do të thonë, në firmën e juve që keni të izolum, për shembull, mos me ja hongër ujë që të së Po, atje të shtëpia tu i kina firmën, po. E sa herë nditje del me i qitë kështu? Po më vejtë zakonisht tash vejrës janë ismi më vejtë në 7 në kështu. Deri në 7 në kështu. Po. Do të thonë prej 10 të mëngjesi deri në 7 në brame duhet me nejt bashkë me to. Po gjithë, non stop, vetë ime. A duhesh me dal, për shembull, a keni me dal dytë ti me vllahun tën apo mundesh edhe vetë me ja Po më në të mujnë edhe vetë, njëni runi ditë, njëni ditë. Ja. Ka një herë shkujna dytë. Tregom që shidoni qimet bashkë me vllavin. Po i dojna për gjysë. Për gjysë. A keni pas ndonjëherë probleme për shembull rreth firmës që e keni bashkë? Ja, s'ko. Tregom që është shef rinin e sotme. Po më thënë, apo punojnë sa duhet, apo rinin në fshatra nëse jo, pse s'po duhet me nejt. Po rinia me kitë punë nuk e dojnë, tritit se dojnë. Bujqësi më heqë. Po pse nuk po e dojnë bujqësin? Po bujqësia ronë është. E dikush që është mësu për shembull prej baballarëve tyre ose diçka, a mundet me e mbajt? Po mujna që na i trashëgi me hina, na mujna. A ke menu ti ndonjëherë mos me u merr me bujqësi? Ja s'ko menu kur. Nuk ke menu kur ndonjëherë me pas një profesion tjetër? Jo. E për me dal jashtë ndonjëherë a ke kqyr? Por me dol jashtë ju, lasës. Pse? Po atje do të me punu atje. Në rrugë atje do të benzerë dhe këto. Jetë e shpia ju, të familjet. Çka të duhet ty Zvicra e Gjermania kur e ki 2.000 euro mujin këto? Tregon pak ata për shembull që këshyren me u kthy prej Zvicrës e Gjermanisë në Kosovë. Çfarë mendimi ki? A bojnë mirë, a s'bojnë mirë? Po bojnë, se do të më kthy vend vetë. Dhe këtu nuk o keq, edhe këtu më nësh me jetu mirë. Me një rogë tanën? Me në rrugë, 1.000 euro më nësh. Tregon pak qysh nëse veç nuk ishe marrë me bujqësi, me çka tjetër kishe mendu që ishe marrë ndonjëherë? Nëse jo me bujqësi. Ja, la s'kisha menu mirë me tjetër s'ten kur gjë. Veç me bujqësi. Veç me bujqësi, me blegtarimi. Edhe familjen e ki këto, krejt, gru. Ja, gruës jemi marrë të A si i martum, okej. Tregon a menon që ka me të arë një gru për shembull me jetu në busi? Po, mërë qyshja, aje që i ka metë, po. E çish do të me konë për shembull një gru për ty? Po, do të me konë qike e mirë, me konë, E bëjna apel që tonë ka mirë me lip një gru. Me ponim si të një. Okej, tregom në kohën e sotme për shembull shumica e grave nuk vinë me jetu në fshatna. Nuk ju pëlqen jeta e katunit. Çka mendon ti për ato? Po lypin kerret shtrejta, me dalë me jetu. Të posë që shtrejta kina qef edhe na burrat, je veç gro. Po jes. E që si ko metë se dhe nësë katunën asë. Tregon pak, sa ju ka ndihmu shteti për firmën tënde? Për shteti veç të subvencionet në e, ka 25 euro. A i shtetet të dëmtu neve shumë se piljen me pru pej Serbije, pej tjera shteta. Por me mbrojt bujkën s'det me lona aty më orë theq pej veni tjetër. Jo veç delet, për krejt. S'det me lon grunën aty krejt. A keni bo ndonjëherë kërkesa ose diçka? Jo, bane vadi hovat as. Nuk e kanë marrë para? Ja, ma. Dhe më thonë subvencionit i merrni veç ka 25 euro. 25 euro, 5 euro në komuna, 30 euro. Veç 30 euro? Vesht. Për muj? Jo, po një dele të në vitin. Qysh për një dele të në vitin i bjanë veç 30 euro? Po, veç 30 euro. E sa ju shkojnë për shembull juve harxhime për me i mirë mbajt këtu? Po shkojnë harxhime shumë, 20.000 euro jo. 20.000 euro për një vit?
Po, të në vitin 20.000 është. Po çka kërkojnë këto? Ç'është do të mirë mbajt? Po do të shem që tash një bo një 6.000 ujë, edhe drev do një 700 thosë të cisim, në? Qështë? E tregom a jetë në fshatin e juaj në Busi, a ka mbet njerëz? A ka njerëz hala? Ko po pak se po dolin në Prishtinë këre. Do më thonë, a dim pak a shumë në kohën e më hershme, sa e kanë pak ma i ri, a ka pas ma shumë njerëz, ma shumë shtëpia të banueshme, se sa tash? Po ka pas shtëpia, po. Edhe tash shko në këtë që s'ko, po. Ka mbet shumë pak. A janë mirë ata që janë dalë për shembull në Prishtinë, a janë mirë edhe këtu me bujqësi apo nuk kanë punu diçka? Je kam punu na për puna qytetit në Prishtinë. E tash kanë mbet për shembull veç fermer, bujk. Po kohë që punojnë në Prishtinë, kthehen në vinë, po koha se pak jenë. Këtu prej Prishtinës i bjen shumë afër. A keni për shembull autobusa ose diçka që mundi me dalë për Po autobusa ka 8 herë në ditje. 8 herë në ditë ja u kanë mundësu me dalë për shembull. Po me transportina mirë është këtu tjera t'ju. Tregom që e shefti jetën në Kosovë me një tarë të afërt. Po i s'po di vëllo një. A mendojnë që ka mu bo ma mirë? Tash veç ma mirë po shkam për të. Apo mendojnë që ka me u mundësu edhe subvencione shumë atë mdoja për fermer, për bujk? Po do të nëse dojnë më mirë gjinja me të rinia, do të mi rritë subvencionet, do të mi plësu dhe kushtë edhe ata. Tregon pak një mesazh i fundit për njerëzit që nuk mirë me bujqësi, që ju vjen marrën ashta më mirë me bujqësi, që kishe me ju thonë ty atyve? Po me bujqësi mirë, po di gjybës. Tregoj që kishe e thonë në rinis për shembull që duhet me punu edhe në katon për me punu mirë edhe me pas një rrugë të mirë. Po rinijat e të mirën ma shumë me bujqësi me blektërinit. Sa është lira totale që ti nxjerr me bujqësi? 25.000 euro po. 25.000 euro. Lirë totale. 25.000 euro. Që ju bjen me ndo? Ka 12.000 euro. 12.000 euro për person. Mrena vitit. Mrena vitit. Kjo është një shumë marrë menze për në Kosovë. E sidomos. Po ja se ma shumë po morë edhe në më rrëga. Nuk është shumë se nuk është letë. Nuk është e zashme. është e zashme, po të paktën edhe javli. Po javli, po. Me konë që si lojnë me orë për jashtet, ma mirë. E këta që po e marrin për shembull mishin për jashtit ose... Ja ta mesh në kotë atas. Nuk është i mirë. Ja, qa vje për Serbije nuk është mirë që. Sa është vlera totale të për shembull në firmë që e kemi komplet? Po, kërajt 150.000 po. 150. Mas po, 150. Sa ke investu ti në firmën tale? Po, firme që ku marru, 10.000 po. 10.000 euro. Apo mendojnë që tash i ke nxjerr që ato pare edhe ja ke dalë? Po. Tregova një mesazh ti që ja u kishe dediku njerëzve pse duhet mu marrë me bujqësi. Po ja vlerë me bujqësi më mirë se një rrugë nxerr edhe këto. 1.000 euro mi nxerr të bëllës. Mjafton për Kosovën sikur edhe në Zvicër që e nxjerrin për shembull 2-3.000 euro. Po në Kosovë mjaftoj 1.000 euro mjaftoj. Drejtë, faleminderit shumë. Faleminderit.